Si Cërmenj, bună seara! Aruhim emisionon nos për Limbare Mëneshti, azë datari nos për jenjit dit brumar, Borisha ist mes po të zdecem, aruhim alant mes të një daudzeli, po të zdecem që meni esti shi Semu Andrea. Jere më gërsatër në islit, më në klo. Shi noi o zicem në skenti zborit si avem të tora sjara të send shitor bërnësheshti ma shitu rëmëneshti, shi ma hima o sa askultem ke kaj avem të intervistit të tora sjara. Zborot dy prota esti intrari. Intrari. Intre. Nesi, intre në kase, nesi në kase. Interes. Intre, shi esi. Ne di pasema hajde. Isa. Send Isa, kako më zicem. Unë soj. Unë sapi, Isa. Lavem. A iste rëshë zbarili të tora sjara, po të zicem të njësit voj rëmenj, ju që do hitë në askultac. Tora noi ma hima os askultem, ke kaj avem tu interviste, este un regjizor, kako më shtiu mini. Regjizor? No, regjizor. Imanu. Maestra este capo alle musiche, alle arbinici. Të njësit rëmenj, tora sjara, a një shalilici, ma shvuja lancë, në spare unë sjara jos, në spare unë sjara kë hima donatë që zborem, kun om, acele om ka të cominj, unë om I thjesht, unë om që ti se do gjej si I kafshis lu trep eles t'i gatshëm. Ma noi avem emocioni që u zborem kun dhe aci ominjem qar fapte bilok, nuar fapte bilok, ma unë om mare të lukur arruj të arbinishi. Ko iste vrazëdecim që ilu rëgjek ishi shtuti, ma vrazëdecim që noi rëmenje avem rëgjetin veqja o të arbinishi. Avem multe rëgjetin veq, ma multë që omin që në ndërësita, shitura ku ka posus noj grim ku bocja mare që ja ju shim noj, në shim gola që në shtja, dipit mundës, në shtja oj, tërqa ku kërvanja, ma noj të dineja nostra, të rëgjetina nostra, avem omin që arfapte histori të kozmo, ku zëqem. Ta sa, tura, noi u slovcem, nu pot të zicem, cum zice, pot të zicem multi tines, ca cela este un om I completuar, di tutti gheura lui, ma noi slovcem misin. Aici este Jani Țico. Jani Țico este acel om ce are faptă bilog, 30, 40, 50 de imanenti și azi tot zua. Cu toți tu licii mari, el ninga ajută și boția mintea lui o caftă toți. Mai este și un de acei, ți a rămânat de proto răgetin li Tirana. Acuiu rămene de voscopoia de care se arsă treoi, ți se ardă tu inima lor și tu tutti hărele acelor ce feză la istele voscopoi, ala voscopoia vine Tirana și Janius ne spune, când, ți fețără, cum era? Că Tirana mă zea eu, prota, nu zicem tu este noastră, ma mintea, ața tradită, ața înveț, ața școală, ața academie, ce feză cu voscopoia, o dusă la Tirana. Cu biserica ce feză prota, sub loc, șalante, măgloții, Jani unii le spune și noi o lăzăm. Slovem hăros și slovzem Jani cu mult hărau mare. Bună seara, rămeni vruți, științiți, iuți doți hiți. Tora seara,
Noi ca tutti i serli d'adun, come abbiamo sborrato, come era nostra, diciamo, di tutti. Tora seara zburem cu un om, cu un domn, este Remento Regetina. Este Remento Regetina și este enderi mari te noi, tinii mari te noi tora seara, us ne adunăm, hima o cones, us ne viadă, us ne videți și us ne avzați că us ne zec. Mirë mbrëma të nderuar vëllai. Mirë mbrëma të gjithëve vëllezërve kudo që jeni. Sot është një ditë e veçantë. Sot është një ditë e veçantë sepse me disë nesh do të kemi një njeriu të etnisë tonë, një njeri të madh, jo në kuptimin atij të madhit fizikisht, po një njeri të madh dhe është nderi i madh për ne vëllezërt që midis nesh sot do të kemi profesorin e nderuar Zhani Ciko. Më mbrapa do të shikojmë, do të dëgjojmë gjithçka për këtë njeriu në etnisë tonë i cili unë nuk kam çfarë të them më, ato ai do t'i thotë gjitha. Bună seara ningunore și să avem aici avem toată seara oții aproape de mine Zhani Ciko. Profesorii dashur faleminderit që pranuat të vini të bisedojmë në emisionin për limba rëmëneshti. Shumë bukur më bëhet qefi, për arsye se është një gjuhë me vlera, është një gjuhë që përfaqëson një etni të nderuar, që ka nxjerrë njerëz të shquar, që ka mirësinë, edukatën, që kudo që shkel në ambientet etnisë tonë vllahe, atje ti shikon njerëz që meritojnë, që mbajnë këtë emër të nderuar dhe shprehin vlera të veçanta që i kanë ruajtur në shekuj, edhe në vendet nga më të ndryshmet. Sigurisht është kënaqësi, unë kam përnder që nga krau i nënës time i përkas kësaj etnie në ambientin e Tiranës, ku edhe kam lindur edhe vetë, edhe ku familja nënës time, familja Zoraci, është nga familje të nderuara, si që janë edhe shumë, përgjithsisht një etni e shuar që Tirana e ka pranuar edhe e ka pasur nder që e ka prezent dhe nga ana tjetër që kanë nxjerrë njerëz të shuar që spikasin edhe midis Tiranësve autoktone dhe të tjerëve. Profesor, diçka shkurt mbase për jetën tuaj, rrënjët e diçka më tepër. Shiko, tashti unë jam në këtë moshë që jam një njeri që kam kryer një stazh të mirë të jetës time dhe që në vitet kur kam lindur unë me njerë mbas shërimit të vendit në vitin 45, atëherë linda në Tiranë nga një familje që sapo ishte krijuar në Kushtet e Lutës, nga dy njerëz të shquar. Babai tim ishte me origjinë korçare, i lindur në Korçë, po që ka jetuar jashtë. Ka jetuar në Bukuresht, një pjesë të mirë të karrierës së tij, si këngëtari i parë operistik shqiptar në historinë e Shqipërisë, që ka studiuar fillimisht në Rumani në gjirin e kolonisë shqiptare të Bukureshtit, më pas me rekomandimin e një nga artistëve më të mëdhenj, se në atë kohë flitet për vitet 20, ishte një periudhë e vështirë që dhe asnjëri s'mendonte se mund të bëhesh artist profesionist. Por ky i influencuar me një figurë madhe e kombit si që ishte Aleksandër Mojsiu, që kishte shkuar në Bukuresht dhe atje kishte pikasur dhe babain tim, propozoi që të shkoj për të studiuar në Kanton. Aleksandër Mojsiu ishte vlla? Aleksandër Mojsiu është vlla. Është nga dega e Kavajës e këtyre Mojsive që janë atje, po një familje nderuar, po me ato kualitetet të mëdha artistike. Dhe kështu, në këtë familje, babai tim ai studioi në Milano, në konservatorin e Milanos, pastaj më pas filloi karrierën artistike si këngëtar opere, kryesisht sepse në Shqipëri s'kishte asnjë mundësi,
zhvillon të aktivitetin e tij, po qëllimi i tij në jetë dhe ajo, si thuash, ambicia e tij ishte që dhe në Shqipëri të kishte artist profesionist dhe të lulëzonte kultura, mos ishte vetëm folklori që është diçka e mrekullueshme e popullit tonë i thesar i madh, po edhe arti i kultivuar. Gjëra që u erdhën edhe, si thua, u zhvilluan me kohë, u krijua një grup artistësh të shquar, siç ishte përveç babait tim një tenor i quajtur Kristaq Antoniu, artistet e mrekullueshme Tefta Tashko Koço, Jorgje Truja, Lola Gjoka e tjerë artistat që ngritën një grup artistësh që kultivoi shijet artistike që në vitet 30, 20-30, me koncerte të ndryshme kryesisht në Korçë, në qytetet të tjera dhe në gjithë Shqipërinë. Po ky grup pionerësh të artit tonë, mbas çlirimit të vendit u krijon kushtet dhe në atë moment këto ngritën në fillim Filharmoninë e Shtetit, sigurisht me mbështetjen e shtetit, dhe pastaj Teatrin e Operës dhe Baletit. Kjo ishte nga krahu tjetër. Nga krahu i Zoraqëve, një familje e thjesht qytetare, po me prirje artistike, ku të gjithë vëllezërit e gjyshit tim mblidheshin çdo mbrëmje në një shtëpi të thjeshtë Tirane dhe njëri i binte një instrumenti. Gjyshi tim kishte harmonikën, që ishte një instrument si punë e fisharmonikës, po vertikal. Të tjerë, dikush i binte violinës, dikush i binte një instrument i tjetër dhe bënin muzikë midis tyre. Fëmijët i dëgjonin dhe edukoheshin me to. Dhe në fakt nga kjo familje, përveç nënës time që mori drejtimin e arsimit, nga familja Zoraqi dolën dhe artistë dhe ndërto kompozitori, një nga figurat më të ndriturat muzikës shqiptare, Nikola Zoraqi. Dhe kështu që ky bashkim edhe pastaj me figurën, si thash, të babait tim, kryesisht në Radio Tirana, që ishte i vetmi institucion para çlirimit që ku kultivohesh muzika, patën jetën e tyre artistike dhe në këtë kushte dhe unë përqafova rrugën e muzikës që në Vogli, në moshën 5 vjeçare, mora mësime violin nga daja tim, pastaj më pas u regjistrova në licen artistik, bëra atë shkollë, mbarova me rezultate shumë të mira, ndoqa shkollën e lartë muzikës, konservatori quhesh atëherë, më pas Instituti i Lartë i Arteve. Fillova punën fillimisht në Teatrin e Operës dhe Baletit, në orkestrë, si koncertmaestër i orkestrës së operës, një vend i nderuar. Më pas, mbas një periudhe të shkurtër, u pa e nevojshme dhe u propozova dhe u zgjodha drejtor artistik i Teatrit të Operës dhe Baletit në një moshë shumë të re, gjë që s'ndodh në asnjë vend botës, 24 vjeç. Në moment madh. Ka qenë një detyrë madhe që në ato kushte, pa pasur dhe mbështetje politike në kuptimin që t'ishim antar të forcave politike, vetëm një familje patriotike e kulturës, e arsimit dhe sigurisht e aspiratave sa më të mira dhe sa më të larta në shërbim të kombit shqiptar. Brenda tyre, sigurisht edhe gjua vllajt të cilën e flisin ambientin, pavarësisht se ne nuk jetonim në atë shtëpi, unë isha shumë i vogël, por ambienti nëna time, gjyshja edhe vëllezërit e flisin gjuhën vllaj vazhdimisht. Edhe me ambientin, sepse edhe nga familja e nënës dhe tezet e saj, njerëzit e tjerë ishin aty afër dhe vinin çdo mbas dite dëgjonin dhe unë dëgjonja këtë gjuhë. Më vonë më tërhoqim shumë dhe gjua rumune për arsye të lidhjeve familjare me familjen e babait, edhe shumë interesa tjera dhe kulturore, dhe është një nga gjuhët që unë flas edhe sot e kësaj dite dhe shkruaj dhe bëj. Në Teatrin e Operës punova shumë gjatë, me shumë seriozitet,
duke vlerësuar këtë mundësi që më ishte dhënë, deri më një moment kur punët të komplikuan. Shumë ambicje u ngjallën, si do të vi ky djalë i ri që ka studiuar në Shqipëri dhe ky do na komandojnë tjerë që kemi studiuar. Nuk e kështu. Mbase ato e kishin më shumë me Nikollën punën e vllavës, sesa me mua. Ndërsa në këtë rast, kuptoni ishte një diçka e tillë për shkak të moshës edhe të pozitës që kisha në atë kohë. Dhe u përfitua një moment nga ngjarjet të rënda që ndodhen mbas atij festivalit 11 që nifet. Ndodhen dhe aty pësova dhe unë një largim nga Tirana në qytetin e Patosit, nga një muzikant në këtë institucion të rëndësishëm, një mësues të shkollës 8 vjeçare të muzikës. Mirë po, unë vendosa që ta tregoj veten time dhe aty, në mënyrë më të thjeshtë, jo nëpërmjet fjalëve, por nëpërmjet punës, duke ngritur rrethe të mësimit të violinës, duke dhënë mësimin me një ndërgjigje shumë madhe, saqë në shkollën ku isha unë, atje mësimi i muzikës ngjalli shumë interes edhe të gjithë vinin nga mënyra si jep një unë dhe nga një lëndë e dorës së dytë u bë një lëndë e rëndësishme e kulturës. Kjo periudhë jo e pakët 6 vjeçare, që duhet ishte edhe shumë e rëndësishme edhe po edhe e vëmendshme që të ruheshe nga njerëz provokator të ndryshëm, si që ishte koha e vështirë që ishte në atë kohë. Gjitha kohërat kanë të tillë. Kanë të tyre, është e vërtet, po fakti ishte që kjo gjë bëri që ndaj meje të ketë një vëmendje shumë madhe për punën që kisha bërë, dhe jo vetëm kaq, por dhe të përpiqen vetë njerëzit aty, ata naftëtarët e thjeshtë me cilët unë edhe shumë inxhinierë, kuadro të nderuar që punonin shumë atje, edhe unë në fushën e kulturës, të më ndihmonin edhe të propozonin vazhdimisht që unë të kthehem. Po interes pati edhe nga Tirana dhe në fakt mbas 6 vjetësh unë u ktheva fillimisht në liceun artistik si pedagog atje dhe mbas një periudhe tjetër në vitet 90 unë fillova punën në radio televizionin shqiptar si drejtori i departamentit të muzikës atje dhe që merresha me orkestrën simfonike, merresha me festivalet e këngës në radio, me gjitha aktivitetet e tjera dhe filloi një periudhë e gjatë e jetës time shumë produktive dhe që në këtë nga vitet 19 deri në 2003-shin, në gjithçka ka ndodhur në festivalet, në jetën artistike, në turnet e orkestrës jashtë, shumë transformime që ndodhen. Unë isha njeriu përgjegjës që kisha ato bashkë me mik, do më thënë, ka sigurisht sepse ishte dhe përvoja time e cila më ndihmoi. Më pas, në vitin 2003, kryeministri Fatos Nano, në një moment të vështirësive që pati në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, më propozoi që unë bëhesha drejtori i përgjithshëm i ansamblit, pra të kthehem përsëri atje ku kisha filluar, edhe duke pas dhe ansamblin popullor, nga ngarkimin time, detyrë që zgjati 10 vjet, periudhat kanë qenë periudhat më të gjata që mund të ketë pasur në njëherë shef si në radio një 10 vjeçar, si po këtu në Teatrin e Operës, deri në vitin 2013, kur moshën e mbusha më shpejt moshën e pensionit, por qëndrova edhe disa vjetë edhe atje përsëri kam dyert e hapura dhe më ftojnë dhe unë me kënaqësinë më të madhe shkoj tek kolegët, tek artistat, tek ata që i dedikova këtë. Ndërkohë familja time ndërkohë pasurua, u lidha me një pianiste të talentuar, me origjinë familjare, pavarësisht se lindur në Tiranë, me familje elbasanse, ardashse dhe e kulturës, Rudina Banja, që u bë më pas Rudina Ciko, një pianiste nga pianistet më të mira,
të Shqipërisë, shumë serioze në punë, pedagoge sot, profesore në Universitetin e Arteve. Dhe kjo jetaton kaloi nëpërmjet këtyre dallgëve artistike me jetën e një artisti, po ndër njëtën kohë, jeta time ka qenë një jetë sociale, një jetë shoqërore. Jo thjesht një drejtor apo njeri që mbyllet në zyrën e tij dhe në ato idealet e tij, apo përkundrazi, që i ka këto me njerëzit. Dhe sot, kur unë flas për punën që kam bërë në Teatrin e Opera, se jam në pragën e botimit edhe të një libri, ato merita i takojnë operatimisht opera e 250 artistave, të cilët i konsideroj të barabart me mua në kontributet e tyre, sepse idetë, veprat realizohen nga artistët, drejtori ose dirigenti ka shkopin, po në rast se nuk ndojnë bukur ata, në rast se skena, në rast se diçka nuk zhvillohet, atëherë rezultati nuk mund të jetë i kënaqshëm. Prandaj, pak a shumë kjo është jeta time. Për të kthyer pak prap ku e filluam. Ju keni lidhur Tiranë. Po. Mund të thuash diçka, profesor i dashur, në lidhje me vëllehet në Tiranë, të çkohe, cilët dhe emra të spikatur deri tani. Shiko, vëllehet kanë ardhur në një moment të vështirë. Nga erdhën. Mbas erdhën një pjesë e madhe tyre nga Voskopoja. Pas rënjes së Voskopojës, që ishte krijuar qendra e rëndësishme kulturore, mbas rënjes të Konstantinopolis. Dhe me pushtimin turk, edhe me këto ndodhen këto ngjarje. Këta erdhën me ikonën e Shën Prokopit, shenjtë të tyre, në Tiranë dhe zunë një vend diku aty ku është sot Hotel Rogneri. Midis ishin fusha të tëra ato. Në kohë që Tirana zhvillohej gjithë aty në qendër ku sheshi Skënderbej dhe në ato lagjet e Tiranës që shkojnë. Atje ku është edhe xhamia e Tem Beut. Dhe ato kishin zënë vendin atje. Atje, në vend qëndrimin e tyre, ato ndërtuan një katakomb, i kish nën tokë. Në te Rogneri. Aty, në atë bulevard, në atë pegun atje, ndërtuan një kish në katakomb që faleshin, bënin rritet e tyre, sepse akoma nuk kishin pas marrëdhënie me popullsinë e Tiranës, që ishte popullsi kryesisht muslimane. Dhe mirë po, marrëdhëniet e njerëzve i kalojnë të gjitha pengesat. Më falë, këto bëhet fjallë në vitet 200 vjetë për para. 200 vjetë për para. Edhe më shumë, basi, mund të ketë. Po, që Tirana atërë, sa mund të ishte? Shiko, Tirana është një histori më vete. Sepse Tirana është një vend që është qytur që është zhvilluar, ka qenë një fshat, ka qenë në fakt, Tirana ka një histori shumë pasur. Se vetëm të mendosh që në tokën e Tiranës janë gjetur mozaik, ndërtesa me mozaik, kjo tregon që ka pas një qytetërim, një kulturë të sajën Tirana. Një sigurisht për para ordhive turke, për para se që ndodhi. Në kohën e Skënderbeut ka qenë një bastion i rëndësishëm, sepse disa kala komunikonin me Kështjellën e Krujës. Petrela këtej, të tjera Drishti, ky tjetri, të gjitha që bënin atë mbrojtjen e arbërisë tonë. Do me thënë vlet kishin një komunitet i definuar. Kaluan mundësira dhe në momente tiranësit autokton spikatën që këta janë njerëz të qytetërushëm. Janë njerëz që i pëlqen komunikimi, me cilët mund të flitet, kishin filluan të mësojnë gjuhën shqipe, që kryesisht kishin gjuhën dhe krahas kësaj, po shprehen edhe prirjet e tyre. Midis tyre kishte njerëz që kishin prirjen e mjekësisë, që kishte nevojë qyteti i Tiranës ose fshati i madh i Tiranës atë kohë. Të tjerë punonin mirë metalet, bakër, punus, zejet e ndryshme. Të tjerë merreshin me muzikën dhe
Pra u bë një komunitet i pëlqyeshëm për tiranësit. Dhe tiranësit vetë i ftuan që të afroheshin. Dhe madje, ata si do afroheshin kur kishën e tyre e kishin largë, atëherë komuniteti i tha, atyre ja, këtu është xhamia tonë e Mbeut, që themeluesi i Tiranës Ballgjini, atëherë përballë shkoni edhe ngrini kishën tuaj. Dhe u ngrish kisha ortodokse, katedrale e Tiranës, që nuk është më. Muku është hotel 15 kaçi, që dhe hotel Tiranës. Aty ka qenë dhe unë aty, jam pagzuar, aty kam kaluar fëmijën ato vitet e para, duke ndjekur ritet, ritualin tonë ortodoks edhe gjitha këto. Pra, u pranuan një rrugë tjetër që është rruga e Dibrës, që i thonë që gjithet pasë nga spitali, tashti këto gjëra ka ndryshuar, atje u vendos komuniteti ortodoks i lishuan vëndin aty, afër kishës së tyre. Dhe aty disa familje të rëndësishme, si Mishku, si Lasku, disa familje të tjera, Tiranës e Murrajt e të tjerë që jetonën atë afër, aty zhvilluan edhe zejet e tyre. Aty ishte bakërpunuesi Bunec, më i mirë i Tiranës, që krijonte Bunec më të mirë, tamam quhet. Ishte atje, ishin të tjerë familje, të tjera. Pastaj me kohë filluan të zhvillohesh, të hapes shkollat, u hap shkolla e parë e vajzave, një shkollë të cilën drejtoresh ishte po një Maria, Maria Lasku. Kjo që ishte drejtoresh e shkollës, kishte studiuar në Greqi dhe erdhi hapi shkollën shqipe të vajzave. Aty filloi dhe nëna time, në fakt ajo ishte halla e nënës time, atje filluan familje të tjera. Atje erdhën disa familje, si Mimat, erdhën nga Durrësi, familje të tjera, Prosi, e gjithë që nëzorën artistë të mëdhej me kohë. Sandër Prosi. Kupton, Sandri, që filmat e keni parë, edhe shumë të tjera. Grupi pranë radios u krijohet, grup dramatik në atë kohë, pastaj erdhi Teatri Popullor, pastaj erdhi Filharmonia e Shtetit. Edhe këtu pati shumë dhe një pjesë e tyre ishin, më kujtohet një Leonora Musha, ajo ishte një valltare shumë e mirë ansambli tonë të këngëve dhe valleve, edhe me figura, një tjetër Flora Kallagji, dhe ajo ndër kërcimtarët e para të baletit, të trupës valleve popullore, po ndërkohë dhe baleti i Shtetit edhe atje ishte një këngëtare, Melania Terca. Kjo ka kërcyer për herë të parë një rol të rëndësishëm në një balet tek ne profesional, në baletin Shatrivani Baqisarajt, edhe pastaj ishte tjetër baleti Esmeralda, që na kujton katedralen e Parisit. E të tjerë, pati shumë, Veronika Mano, e të tjerë tash të linjës arte e muzikë. Të arte, të koreografisë, të muzikës edhe të tjera. Në aspektet të tjera të zhvillimit shoqëror. Në aspektet të tjera sigurisht filloi arsimi me kohë. Filluan të zhvillohen, po themun, në fushën e letërsisë, apo jo, në fushën e letërsisë, kishte mjaft ortodoks nga qytetet, midis tyre kishte dhe ishte një Koço Bihiku, që ishte kritik i artit, dhe që ishte me origjim dhe, si sa mbaj mend të shti, edhe të emrat të tjerë të rëndësishëm, edhe në shkenca, po kështu, ka patur në shkenca, inxhinier, geolog, në të gjitha fushat. Ne të gjithë dim që ai regjim i dha rëndësi shkollës. Një pjesë studiuan jashtë, një pjesë u kthyen në vend dhe mbajtën këtë. Një pjesë shkuan edhe në Rumani shumë veta, dhe marrëdhëniet me Rumaninë kanë qenë shumë të ngushta dhe më pas. Edhe mbas viteve 90, Rumania ka dhënë bursa shumë për familjet rumune. Madje edhe bashkëshortja time, Rudina,
mori një bursë si e lidhur me familje vlehe dhe rumune dhe shkoi studion në post universitare në mbrojtje në Konservatorin e Bukureshtit dhe mori notën 10 me maksimumin e pikëve. Figurat të tjera të dëgjuara në Shqipëri, në art, në kulturë, atë që janë emblemat të artit shqiptar. Po, Sandër Prosi. Të thash, Sandri, këto ishin edhe të lidhur në Krushqip, për shembull Nikola Zoraqi ka marrë bashkëshort të Gjinovefa Heba, aktor në Durrës, këto, edhe drejtori e Kurudhave ka qenë Leonida Heba, një njeri i cili kishte marrë pjesë në luftë dhe u kap nga gjermanët dhe u internua në kampin e Mauthausenit. Dhe në momentin që u çliruan për ti ka ardhur në këmbë këtu. Në Shqipëri u kthye i gjallë. Raste të tillë që kanë treguar edhe trimëri ka patur mjaft, edhe të tjerë. Sandër Prosi ishte një talent, ai studioi muzikë në gjimnazin e Tiranës, ku ishin një pjesë e herojëve të luftës, një pjesë e të ri, të rëndësishëm. Edhe studioi në fillim violinën, në fakt edhe fëmijët e tij dy djemt i ka që të dy, njërin violoncelist dhe tjetrin violinist në orkestra të rëndësishme dhe vetë pastaj ndoqi dhe shkollën e artit, studioi artin në fakt me praktikë më shumë se më shkollë, për një periudhë shkoi edhe një shkollë të shkurtër jashtë shtetit. Po kështu Prokop Mima, që era nga Durrës, si familja Mima, një familje dhe e shquar, njerëz kreativ, dikush në fushën e mjekësisë, dikush në fushën tjetër me gjuhët, një tjetër aktor, një tjetër, të gjithë vëllezërit nga një profil të tyre të veçantë kanë patur. Familje të tjera, ka qenë një tjetër, s'po thënë sportistët, Panajot Pano, e të tjerë, shkëlqyri që kanë qenë edhe këta, shumë nga këto. Figurat të tjera të shquara, ka qenë një Andon Pano, regjizor, nga regjizorët e parë, ose ishte edhe një tjetër, si kishte emrin që ka qenë Pandistilu, regjizori i parë studiuar edhe në Rumani, a rumun, që në teatrin popullor të Tiranës. Ti çka për familje Zoraqi? Familja Zoraqi, një familje që përbëhesh nga 4 fëmijë, si thash babajnë e tregova, ndërsa jema e tyre Eftalia, vinte nga arumunët e Strugës, të Belicës, një komunitet që dhe sot ekziston në Belicë, në një vend shumë i bukur, ku lullëzojnë qershit, ku lullëzojnë bimët e ndryshme, dhe ajo u martua në Tiranë me familjen Zoraqi dhe nga familja Skaka. Kishte një degë të kësaj, kishte edhe në Kavaj, e kishte edhe të tjerë. Dhe nga kjo martesë në 4 fëmijë, e para ishte nëna time, Evanthi Zoraqi Ciko, njëri i përkushtuar dhe kjo i kishte ngjarë hallës vetë arsimit, ka qenë për një periudhë të gjatë dhe drejtoresha e shtëpisë së fëmijëve të Tiranës, me 200 ca fëmijë që bëri një revolucion në trajtimin e jetimëve, që nuk i bëri këta të shkojnë të qethur në përshkolla si që ishte modë atëherë, po kërkonte dhe luftonte dhe me persona të lartë në udhëheqje, që keni thënë që këta në fëmijët e partisë, këta duhet vishen më mirë se fëmijët tanë. Të siguronte rrobat bukura, që çonte në shkolla sipas prirjeve, kush ishte njëri është bërë skenograf në kinostudio nga njerëzit më nderuar, një tjetër është bërë një mjeshtër i punimit të drurit, tjetër këngëtar, një që ka kënduar dhe për festivale në kohën që isha dhe unë atje. Pra, jepte prirjet dhe kjo bëri që tjetë respektueshme dhe për vitet të tëra të shquet. Një, mbas të vinte Kastriot Zoraqi, njeri i kulturës, ka shkruar librete dramash,
drama, është marrë me kulturën, ka qenë një nga mësuesit e parë që ka hapur shkollat në rrethin e Burrelit. Rrethi i Burrelit për shkak edhe të lidhjeve me familje mbretërore, shifesh një çik si ngurt, kishte dasira. Kastrioti ka ngritur shkollat, ka merita të mëdha, pastaj ngriti shtëpi kulturësh, edhe në deri në Skrapar, edhe një periudhë tjetër edhe në rrethin e Tiranës dhe përkrau shumë njerëz të cilët për një arsye të vogël biografike kishin vështirësi të merreshin me art. Kastrioti ka bërë dhe kishte prirje dhe atij. Ju dedikuan Nikollës për talentin që kishte, ai ishte njeriu i vlerësuar në familjen tonë, babai, dhe kur këta diskutoni për muzikën, unë isha më i vogël atëherë, babai ngrinte zërin me lartë dhe fliste Verdi, kështu, Çajkovski, kështu këtë tjetri. Nikolla thonte të bindjet e tia, dhe mama e tij më thotë, aman mos flisni me zë të lartë, se do thonë po zihen ke familja e Zhanit kanë filluar të zihen. Edhe kështu jetonim nëpërmjet muzikës, nëpërmjet pasioneve të tyre të mëdha. Ai shkroti shumë muzikë, është kompozitori më prodhimtar që ka nga gjinia e këngës deri ke opera, ke baleti, ke gjitha gjinitë e muzikës. Muzikë filmesh për shembull, ju e dini këtë film, shumë muzikë filmesh të cilët janë jepen vazhdimisht edhe shumë vepra tjera. Pati një jetë të vështirë dhe në një moment në moshë të re, 61 vjeç që ai u nda nga jeta. Kjo ishte fatkeqësi e madhe, një dhimbje e madhe. Sigurisht ka familjen e tij, të bërë me 2 fëmijë, që janë, si thuash, njëri sidomos djali Enkel Zoraqi, po kështu dhe Kastrioti ka fëmijët e tij, kishte një ndër këta mjekët gjenetik të parë të Shqipërisë, se mbaroi shkëlqyshëm në Universitetin e Romës, Grigor Zoraqi, që trashëgoi emrin e gjyshit tim. Edhe këta të lidhur me që kanë ndjesi të forta arrumune. Më shumë edhe se që kam patur unë në ato fazët e para. E këta vazhdimisht boton të shoqata rumunëve të Shqipërisë, boton të Fracia. Fracia, gazeta. Po, Fracia, gazeta. Profesor, tashti juve, jo keni mendimin, po keni jetuar që vëllet në Tiranë, po jo vetëm, në tërë Shqipërinë, po thuajse, Bazar Voskopoj dhe Frashëri, janë gjithandi. Si është pritur, do të thënë, marrëdhënia e vëlleve, ose si e mendoni ju marrëdhënien, ingranimin e vëlleve në tërësi me shqiptarët? Unë e quaj diçka të natyrshme. Ne jemi njerëz, komësia tonë është ka një prejardhje, po nga ana tjetër, dhe jemi të jetojmë në ambientin shqiptar. Kemi ndjenja të forta të patriotizmit tonë kombëtar. Dhe zhvillimi i kualiteteve tona është brenda suazës të shqiptarisë, të Shqipërisë, edhe të idealeve tona. Kështu që e shoh si diçka të natyrshme, që të kultivojmë edhe zakonet, edhe gjuhën, edhe kualitetet e tjera, por në të njëjtën kohë të ndjehemi shqiptarë, edhe të kontribuojmë në zhvillimin e shoqërisë tonë. Unë të falenderoj. Edhe diçka të fundit. Ju jeni, siç e dini, ne vëllezërit kemi një ditë të caktuar, 23 maj, që këtë vit e festuam dhe me prezencën tuaj. Ç'mendime keni? Si mund të organizojmë më mirë në vijimësi këtë ditë, këto festival të këngës vllaj? Është një gjë që është konfirmuar dhe vetë fshati juaj, Andon Poçi, është një fshat i lullëzuar dhe i mrekullueshëm. Ka mbetur shumë i prekur. Shumë ide kemi shkëmbyer, duhet i shkëmbejmë, të gjejmë mundësitë e mbështetjes dhe ta zhvillojmë duke bashkëpunuar dhe me vëllezërit e qyteteve tjera. Patjetër. Ky komunitet nuk mund të jetë i lullëzuar vetëm brenda Gjirokastës. Shumë të bukur Gjirokastës, qendrës së turizmit që ka marrë krah
veçanërisht këto vitet e fundit, por në të njëjtën kohë lidhje. Kjo mendoj se është një temë e gjerë që duhet ta zhvillojmë një tjetër. Edhe një herë i dashur, gjeni vini shto emision në Pilimba Rëmëneshti dhe ju falenderoj jashtë mase, jo vetëm në emrin tim, se s'ka kuptim fare nga emrimi, po nga e gjithë etnia vllahe që ju shikon sot dhe ju dëgjon. Faleminderit dhe unë i përshëndes të gjithë ato që në ndjekin dhe i them që jam pjesë e komunitetit mbasi jemi njerëz dhe njerëzit jetojnë me njerëzit dhe i shërbejnë njerëzve. Falenderimet më të sinqerta nga të gjithë komuniteti vëlla. Dhe do rishihemi në festivalin e parë 2 të vëlleve, po dhe më gjithë, me kontributin tuaj të paçmuar. Falenderit. Ti si cërmejnë po të zicem që ista rashi intervistat që avem aze ku Zhani Ciko, noi imagino să ascultăm niște cântăți de trămeni și după să intrăm înapoi. Haideți să aducem aminte ania ce târcuție, când cânta chinteje, hemenia ce bruție, când fetile avea pustegnile cu tamteli și andam beh biga cu hau din mărzeli. Fetile ca luna, picioare ca soare, că le aduc aminte, inima mi dore. Șta să aveți ruceni cumprinde de hemenia de amaninte, limba voastră să lăsați, pe maniție subizați. Limba noastră e mușată, tu duneau nori artă. Limba noastră ați avrută, cu cântarea ați adurută, susbuhați tus cu sivdaie, ca snuchiarea de binaie. Limba leati, limba tati, limba al papu și alidade, limba dulci și tânisite, limba vechi și trinipsite, limba himenilor șcretă, se zbuheste tute eta. Judecători de aflați de tute dunea tu inima voastră să aveți migidea. Cora ța șcretă, snolă sa schiară, zviniți că-s puteți, zviniți iaheviară. Dila stimiri pe la Custandine, migidea așteaptă viața ei tazine. Migidea este muma țamara, și ca aia gherșe muma țilufeții bune novia bană. Ti si rămâi noi su că de maoți și da dunu să adunăm sempre talante, stămâna lante. Noaptea bună! Noaptea bună!